Atere, kisha një pyetje për Mishën, nuk e dhja ka Mishën akoma në lidhje? Po. Atere, Misha, bë një pyetje, ti e konfirmon lajmin që çakollon që në ndetse termobërthamore ruse kanë dalë nga portet dhe kanë filluar të patrullojnë detin e zi në mënyrë domethënëse, kërcënuese? Nuk ka pasur lajme, domethënë, shumë të koncentruara në të drejtim nga pala ruse. Domethënë, edhe në ndecet bërthamore mund të dërgojnë raketa edhe nga poli veriut në Ukrainë, pra nuk është e thënë që pika e dislokimit të tyre është shumë e rëndësishme. Burim Reuters dhe BBC e ka mund se sigurisht që Rusia nuk ka pse e nxjerrë. Po. Do me thënë, flota ushtarake ruse në detin e zi nuk ka ndryshuar edhe për faktin që Turqia nuk lejon anije ushtarake të kalojnë në Bosfor. Pra, ajo, do me thënë, flota ushtarake ruse që ishte, ajo ka njetur. Detin e zi s'ka lidhje Turqia. Jo, nuk ka lidhje, thot zotin Ndoj Turqia në detin e zi. Hapësirën e detit zi nuk e pengon dot Turqia. Janë disa sa. Jo, po ka dy kushtisat. Ka Dardanele dhe Bosforin. Po, këtë lejën e Turqisë. Po, Dardanele, Marmara, detin Marmara, po. E pengon aty. Nuk kalon dot, thot. Nuk kalon dot. Për të futur me dhe, në gjendje me dhe. Nuk ka në gjendje në dece bërthamore, pësa ti mendon që vetë diskutim burimet e BBC-së dhe të Reuters? Po, ka pasur, do me thënë, edhe në goditje në të kaluar nga deti Kaspik, për shembull. Dhe aty ka në ndece dhe anije, do me thënë, me raketa të ndryshme, të kalibrit të ndryshëm. Pra nuk është e thënë që goditjet dhe për më tepër, ata janë më të sigurt në detin Kaspik që nuk sulmohen, ndërsa në detin e zi janë në rrezik, do me thënë, sulmimi, prandaj dhe nuk janë shumë të përqendruar atje. Po, është e vërtet që deti Kaspik ka kështu lidhje tunele? Ja. Me detin Azov dhe nga Azovi në detin e Zia. Ja, thellë. Po janë tregimet e Jules Verne-it. Po, Jules Verne ka me fluturime, ose që dhe tokë, nuk ka. A thellë në kontinent. Ka pasur dhe në po, nuk ka pra si tentativ në kone Rusisë Sovjetike, jo? Ja. Oke, dakor. Ate, ne përmajmë gjithësësi të mirë qënë një informacioni që ne e BBC-a dhe Reuters, se ne jemi Europë Perëndimore, s'kemi qepë. Ato kemi referencë. General, gjithë të thotë kur në ndecet bërthamore patrullojnë në mënyrë kërcënuese, si ma përkufizon nga në ushtarake? Ku jemi? Këtu do të shohim në dy aspekte. Parë, në situatën aktuale që kemi është një kërcënim real. Po që se do të shikonim në një situatë jo lufte, si që është Rusia me Ukrajinën, atëre anijet, flota detare, flota ajrore dhe trupët toksore bëjnë trajnime permanente dhe kanë dhe dalje të tilla të cilat nuk janë kërcënuese, por në kuadrin e trajnimeve dhe përgatitjes. Por parë në këndvështrimin real të situatës luftarake të Rusisë ndaj Ukrainës është një kërcënim real për palën kundërshtare, pavarësisht se ku ato ndodhen për arsye të formatit që ato kanë dhe të ndërtimit dhe të raketave që përdorin, qoftë edhe të thjeshta klasike apo ato me koka bërthamore, kanë mundësi për të kapur në rrezën e tyre të veprimit distancat të cilat nuk janë të largta në të gjitha pozicionet ku ndodhen në ndecet ruse, përfshirë edhe nga deti Kaspik. Natyrisht që kjo është e lidhur drejt për drejtit duke patur parasysh detin e zi dhe pozitën e të gjitha vendeve që kanë pjesë në detin e zi, pika kyçe dhe kryesore nevralgjike është deti Marmara dhe ngushtisa e Dardaneleve, ku pa lejen dhe miratimin e pjesës së Stambollit, u theqë së Ankaras, Turqis, pra nuk mund të bëhen lëvizje të tilla dhe jam i bindur pavarësisht marrëdhënieve që kanë ndërtuar. Në decet janë stealthy, ato kalojnë poshtë aty si shef. Nuk është e pamundur sepse interferon dhe ato janë nën kontroll dhe pak a shumë dihet për teknologjinë që ne sot kemi, ato janë të mundra për të kontrolluar se ku lëvizin, cilat thellësi dhe çfarë tipi është.
Kështu që në këto kushte, ky kërcënim ekziston real nga pozicionet ku janë pa patur nevojë të ketë lëvizje në me gjithë konsideratën për Turqinë, se e di që Turqia në Shqipëri ka shumë fansa dhe po, ka përshtypjen që tani Rusia edhe i merr leje dhe si merr leje kalon aty se ç'do bëj Erdogani? Do godasin në ndecet atomike ruse. Në kuadër të marrëdhënieve që ka me Rusin, të Putinit me Erdoganin, nuk mund ndodhin si tek ne në disa raste të tilla, por jam i bindur që ata nuk kanë interes që të prishin marrëdhëniet e tyre dhe të vënë në rrezik. Turqia me radarët kalon në ndecë spam gjë. Duke pa në kontekstin e veprimeve luftarake operacionale që Rusi ka në plan për të ndërmarrë si hakmarrja apo si reagim ndaj sulmit të Ukrainës, jam i bindur që nuk do të ketë e nuk do të luajë shumë rol ka apo s'ka në ndecë në detin e Zi, janë për të vepruar apo s'janë për të vepruar. Ai ka plot masa të tjera dhe arkitekturën pjesës tjetër ushtarake përfshirë 3 llojet e komponentëve, detar, ajror dhe toksor, për ta shfrytzuar, për ta përdorur në diapozitivin e Ukrainës. E unë i qëndroja saj dhe jam për atë që ata do të godasin, natyrisht, por do godasin infrastrukturën kyçe jetësore të Ukrainës, jo për të bërë reprezalje, dhe do ta përdorin njëkohësisht edhe në interes të avancimit të trupave toksore në linjën përballë trupave Ukrainës. Një gjë nga për ju, zotin Doi, pavarësisht unë them zotit Prenga general, ai është general, por nuk është general këtu. Pra general në status. Pra dhe mund të ndërpresim njëri tjetër, du them, më përdhem bashkëbisedje. Jo, e kisha për Turqinë, se Turqia vërtet po ta marrësh si shtet. Si shtet. Ai nuk ka potencialin për të përballuar Rusin, po Turqia është antar i NATO-s dhe një nga arsyet kryesore pse është dashur hapësira e shtetit turk është pikërisht ato kushticat që janë strategjike e Bosforit e Dardaneleve, pra e det Marmara që është porta e hyrjes dhe e daljes nga deti i Zi në hapësirat mezetare. Kështu që Turqia është aty në rolin edhe të NATO-s, jo thjesht si një shtet që ka autoritetin për ta kontrolluar atë zonë. Jo, një pyetje kam kështu, po nëse për shembull larg qoftë, gjithmonë larg qoftë. Tani disa herë kemi dhënë lajme, kemi bërë analiza në lidhje me spostimin atyre bombave të vogla bërthamore taktike. Taktike. Pra që godit edhe me artilleri. Dhe që për shembull a u vendosën tek në Bielorusi këto Misha, këto bomba taktike? Te Lukashenko, kemiku Lukashenko? Janë vendosur, do me thënë, raketa bërthamore. Po kështu nga këto taktiket, jo. Këto taktiket i mbajnë për surprizë në basem. I mbajnë për surprizë. Gjo, po shumë por kë Lukashenko sa shumë duhet me Vladimirin, me Putinin, dhe asë njëherë nuk ka e nuk pilë Moskë. Të që besimin. Asë njëherë shkon... Alergjik. Nuk shkon në ri, shkon aty dhe nuk fut gjengoj. Njërë që jasë që qëngri u elmua. Kështu, pati si pun ka striti. Trazirat duket pas ka ledzu librat e Enverit. Du ta them këtë që besoj. Për atë që ndodhë sot në Rusi. Ky kapitull i ri që është hapur në 3 vjet luftime atje, synon si pas meje, forcën të identifikohet forca vërtet ushtarake e Rusis. Rusia, për shkak të arsenalit nuklear që ka më të madhin në botë, ka fshehur themon dhe nuk i ka muskujt ushtarak, siç përveç arsenalit bërthamor, nuk i ka për të përligjur fuqinë dhe autoritetin që ka sot. Për sa i përket arsenalit bërthamor që e ka më të madhin, e kanë të mjaftueshëm edhe vendet europiane. Pse thua këtë tani? E kanë mjaftueshëm edhe Amerika. Po çfarë autoriteti? Ata nuk guxojnë. Tani ai aty ke djepi i vet, thonë do bëhet antar i NATO-s, djepi, thotë ta marrim djepin,
do ta fusim NATO. Po nëse nuk do të jetë autoritet, ai pa e po thot, po jo më Malini Djepin. Po nëse Malini Djepin e qytetërimit rus. Nëse ke forcë do ta mbash, nëse nuk ke forcë nuk e mban dot. Po tregon në 3 vjet e gjysmë që po mirë, forca është konsistente. Është hapur kapitulli që do të identifikojë dhe do të verifikojë mirë ka fuqi Rusia apo e ka pazarin lart pa pas fuqinë e vërtetë. Por ky lloj pazari, për sa i përket forcave bërthamore, po bëjmë atë që tha një pap para rendës ai ndjes pas, që tha ka filluar lufta e tretë botërore e pjesshme, pra do të thonë fragmentare. Pra tani këtu është një problem që 5.600 sa 5.500 në javë pavarësisht. Jo, 5.000 sa koka bërthamore. 5.000. Koka bërthamore mund të kalojë deri në 6.000 ajo. Po. Ndërsa Amerika ka çik më pak, po ka të mjaftueshme me zhyt Rusinë, me zhytu nga faqja. Po zhyt, është luftë pafitore. Pa luftë pafitore dhe nuk luftë pafitore. As Putini që bën si trim nuk është i Zotit tani sepse ka njerëz atje që mendojnë për kokën e tyre, mendojnë për familjet e tyre, mendojnë për kombin e tyre, se rrafshohet, zerrohet gjithçka. Dhe nuk do guxojnë që të shtypin Putonin sepse e ka mbas kokës i pari që është aty dhe nuk lejon që po shtyp Putoni dhe të ketë mbas kokës çfarë doje. Pra një njeri, po se shtyp do. Po nuk e lejon. Punashin, ta ketë mbas kokës para sa shtypi. Nuk e lejon njeri të shtyp Putonin. Janë ja 7-8 vjet aty që duhet bind dakord për me shtyp Putonin. Nuk mund ta shtypi as Putini vetëm. Këto armët, po themi, taktike, po më si e mendon ti? Këto thjesht janë presione psikologjike, besoj te maturia e gjithëve që janë të përfshirë në këtë luftë. Beson kjo maturia e Putinit? Putini për veten e tij, për kombin e tij, duke njohur dhe historinë e kombit të tij, është i fort, e din ai mirë, por luftrat fitohen me aleanca. Dhe duke pas parasysh që aleanca Amerikë, Britani, Gjermani e tjerë është shumë më fort se sa Rusia, dhe Rusia nuk mund të përballet me gjithë. Sot Rusia ka në tavolinë dhe vetë Putini që të arrijë një marrëveshje, që në këtë marrëveshje të dalin barazim të gjitha palët dhe Putini, do me thënë Ukrainën folën për NATO, që e vure si arsye me të drejtë që i kanë kërku që Ukraina të futet në NATO, është në tavolinën e paqes si kusht që Ukraina të mos futet në NATO. Pa kjo është një ndër pikat që Putini ka dashur me arrit, dhe kjo ofertë është bërë, nuk është bërë zyrtare, por besoj se ka dhe në një farmase miratimin e politikës së Trumpit dhe në negociata do të arrihet. Pra, ata duhet jenë kujdesshëm të mos e çojnë situatën dhe ta përshkallëzojnë, por të shkojnë drejt rrugës së bisedimeve. Dhe një marrëveshje gjithmonë nuk është përdorimin e armëve bërthamore taktike nuk e beson. Nuk besoj në këtë situatë, sepse do jetë një rrugë pa krye për atë që e fillon. Ai që e fillon i pari do jetë i humun. Ti që the që është kjo pjata e ftohtë, ajo krijon shumë temperaturë të ftofta, bomba atomike kështu. Ka me format e këtyre bombës atomike për të bërë u përmend që para Kina. Sot është dramatike. Është dramatike, po tash do të marrë pak edhe me filozofisë. Po, mirë. Kurse zgjidh Trumpi ne s'kemi. Jo, do ta zgjidhin Trumpi, tani për 5 muaj ai bëri boll tani. Trumpi do ta zgjidhin bashkë me javë dhe në të vërtetë s'arriti dot se është akoma larg. Po, dua të dalë në diku tjetër. Sot për shembull Kina, meqense flasim për bërthamore, Kina sot provoi dhe deklaroi zyrtarisht që kishte arritur të krijonte një bombë të re, për sa i përket bombave bërthamore të përdorura në armatimin e vet, që është 200 herë më e fuqishme se ajo e Nagasakit. Tani kuptohet që në gjithë të histori del në një lajm kështu papritur ta Kina dhe thotë unë kam bërë bombën më të fuqishme bërthamore që nuk të pa ekzistuar deri më sot dhe unë e bëra. Kur vjen puna pastaj për ta servirur dhe është një këmban alarmi këtej, pra që do të thotë që me kujdes. Dhe jam pjesërisht dakord që nuk do ta përdorte Putini bërthamore në mënyrë të pa kontrolluar, le të themi. Por nga ana tjetër, por rusët kanë deklaruar që kanë disa armë me ngarkesë bërthamore të mjaftueshme për të arritur objektivat e tyre pa
le të jemi shkelur ato që janë dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Është bërthamore. Jo, se i kanë të përcaktuar edhe këtë, me rrezë veprimi, me rrezë veprimi. Interceptorin Amerikan që prezentoi, më fal, si kupole e artë Trumpi që kishte një forcë, ajo do bëhet, por mund të kenë tjerë Amerika që ja hedh në ajër ato. Në perspektivë kur të ndryshojë dhe që të bëhet president për mandat të tretë, ja ofroi edhe Kanadas për të aneksuar si shteti i 51. Problemi është, a do të përdoret apo jo? Kuptohet që me Kinën, unë them jo. Po Kina nuk ofrohet me Rusin. Nuk është çështje Kina me Rusin, është çështja e dominancës. Këtu flitet për mesazhe. Nuk është vetëm Rusia. Nuk është vetëm Rusia, është çështje dominancë dhe është çështje frike. Kush do të mban hegemonin? Sepse Kina në vetvete është ajo që ka lozur një rol totalisht të distancuar, por që në të vërtetë Rusia, pjesën e rimëkëmbjes ekonomike apo stabilitet ekonomik, kur filluan sanksionet në fillim të luftës, ishte Kina që i hapi tregjet e veta. Mos harrojmë këtë. Pra që ka gjithmonë. Edhe India i hapi. Po marrin Kinën si një superfuqi për sa i përket lirë. Ore si kanë bërë ndër të madh Rusisë shket se i kanë marrë naftën xhapa. Po jo, gazi rus vazhdon e shitet në Evropë, se këtë që ja u ka vënë dukje Trumpi disa herë. Kalën nga Turqia, me rrugët alternative. Kanë flotën në tyre fantazëm. Ajo është me gjitha me fuqishme, dhe ajo prodhon shmerë më shumë se sa... për arën për gjitha. Pjesa e kontrabandës ka qenë është dhe do tjetë, nuk diskutohet. Se mos ko lufte që shtohet. Kur ka kontraband, me kontrabandisë është gjithë tjetër. Kur ka kontraband shtetërore, është gjithë tjetër. Ne për flasim për kontraband shtetërore. Dhe në këtë ras, ajo shtetërorja është me mënyrë për të shmangur sanksionet. Nëse më lejon shkurt fare, pëse duhet po. Përsa përket armatimit bërthamor, të gjitha vendet e kanë dhe detyrimisht i tregojnë të kujdesshëm dhe të matur shumë dhe do të përdorin më shumë si kërcënim, ndaj cili do kundërshtar se sa si mundësi përdorimi. Nuk ka rëndësi se ajo armë bërthamore si taktike, si operative strategjike për nga kapaciteti 1 dhe rrezja e veprimit 2, janë të gjitha të pa llogaritshme për efektet dhe dëmet që shkaktojnë, por edhe atë taktikën jam i bindur që Rusia dhe gjitha ato vende që e kanë, që deri tani të paktën deklaruar rreth 11 vende në botë që e kanë, do të jenë shumë të kujdesshëm, shumë të matur për ta përdorur dhe do ta mbajnë si shpata e Demokleut si kërcënim për vendet e tjera. Po kërcënimi tani se kanë 3 vende sa që e mbajnë për kërcënim sa. Normalisht që do ta përdor si kërcënim dhe do ta ketë në momentin e fundit. Por po të kthehemi pak në retrospektiv dhe të shohim në momentin kur lufta e ftohtë ose muri i ran dhe u futën në traktatin e Atlantikut të Veriut vendet e ish-lindjes, atëre ka patur edhe Rusia një pjesë bisedimi ku është dhënë premtimi që nuk do të ketë zgjerim siç është Ukraina dhe vendet e tjera. Dhe tashmë ata duan ta ruajnë këtë, që ajo të jetë një vend i pa angazhuar. Është pika kryesore e marrëveshjes që ka paraqitur. Emision tjetër kemi trajtuar shumë këtë temë. Unë ju falenderoj. Unë duhet vetëm një pyetje 1 minutë për Mishën. Misha, ore, ka filluar në një pastrim aty për përgjithësitë e shërbimit fshehtë. E shërbimeve sekrete, e kullun se kujt. Se dështuan ata. Po për dështimin. Do një gjueti. Për një komplot të brendshëm. Jo, për këtë nuk grupet antiparti nuk janë zbuluar akoma. Po komplot konspiracion ushtarak më. Se mund të ketë lobe që nuk e duan Putinin, duan... Po këtu Petri Dume, Beqir Balluku, do me thënë nuk para janë prezent, prandaj nuk... Nga ana tjetër, ka pasur deklaratat deputetëve të Dumës ruse që kanë kërkuar të thirren para përgjegjësisë duke treguar me gisht nga shefin e shtabit rus, dhe kjo ka qenë një, domethënë, një drejtim, një kah që pastaj nuk e kanë përdorur shumë. Biles, një ditë mbas kësaj ngjarje që ndodhi me dronët, me avionët, në shtypin rus, sikur s'kishte ndodhur asnjë gjë, domethënë, edhe diskutoheshin ato bisedimet e paqes etj. Pra, u bë një rutinë, domethënë, pa u fokusuar në këto gjëra. Nga ana tjetër, për shembull, ka pasur një lajm që sot, domethënë, dje Biles, ambasada amerikane njoftoi shtetasit e vet që të mos futeshin në Ukrainë sepse ka rrezik jete. Okej, Misha, duhet të ndërpres sepse minutazhi për këtë temë krye këtu.
Faleminderit zoti Ndoj, faleminderit zoti Prenga, faleminderit zoti Bozheku, ti do qëndrosh edhe në grupin e dytë, faleminderit zoti Pëllumbi dhe zoti Pumo. Pas pak publiciteti, do të vi Lert Vasili, Ervin Karamuqo, Rita Bozheku do të qëndrojë, Duena Labani dhe Esion Ekonomi, kemi një temë shumë të fortë në pret mos u largoni. Ore, vërtet, është Shqipëria një vend që prodhon kartele, organizata terroriste e të tjera, apo është një vend me probleme, por gjithsesi normal? Mbasi e vës, Optika Luani dhe reklamës, rikthehemi dhe trajtojmë këtë.